Të nderuar besimtar, ftoj miftin e Shkodrës, i cili na ka nderuar me ardhin e tij, andaj e ftoj të ngjitet në skenë shkëlqësinë e tij, Muhamet Efendi Sytari. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. E falenderojmë Allahun e madhëruar për mirësinë e madhe të udhëzimit në Islam. Edhe përfituroj në këto momente pejgamberin ton alayhi salatu wasalam në mesin ton, duke u gëzuar me këta filiza të besimit e të udhëzimit, që janë edukuar në më të mirën e mënyrave për të bërë pasues të dashurisë së madhe e mëshirës së madhe me cilën Hazreti pejgamberi on alayhi salatu wasalam u shfaq si një diell rrezatues në këtë botë. I thash edhe profesor Musait, miku tim të vjetër, se këto lloj organizimesh, edhe për kushtimin ndaj fëmijëve dhe angazhimi i fëmijëve për ta dashur fen, për të lidhur me besimin, për të angazhuar ditë pas dite, për ta dëshmuar atë në mënyrën më të bukur e më të qytetëruar, është shërbimi më i madh që në fakt ne i bëjmë njëri tjetrit. E i bëjmë çështjes tonë kombëtare, fetare, njerëzillekut, qytetërimit tonë. Me kënaqësinë më të madhe e kam prit ftesën e mikut tim të vjetër, Nejmedin Efendi Ademit, kryetari i Bashkisë Islame për Preshev, Bujanot e Medvegjë, për të ardhur sonte në mesin tuaj. Edhe subhanallah, kam pas një emocion shumë të veçantë, të cilin nuk e fsheh dot. Ka kohë që mezi kam prit që dikush më mëftu me ardhë me shkel në këtë tokë të bekume, në mesin e vëllezërve të mi të Preshevës. Subhanallah. Edhe e kam zemrën mal që elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu azza wa jall ma mundësoi këtë mirësi të madhe, edhe si një sihariq i jashtëzakonshëm për mua, që në hana e re e muajit Rexhep me mëgjet në mesin tuaj. Allahumma lakal hamd. Të dashtun dhe të shtrejtë, të pranishëm, e në veçanti rinia e jonë e shtrejtë, e kësaj toke bujare e fisnike. Ne kemi hyrë në një atmosferë që në fakt është një periull 3 mujore, a edhe ma tepër, nëpërmjet të cilës Zoti i gjithësisë kërkon nga gjithë secili prej nesh që të reflektojmë për të shpëtuar nëpërmjet udhëzimit islam qytetërimin tonë të vlerave. Se qytetërimi islam nuk bie asnjëherë. Mirë po qytetërimi islam qëndron dhe zhvillohet mbi zemrat e përkushtimin e njerëzve të vendosur për t'ju dorëzuar Allahut azza wa jall dhe për ta ndërtuar jetën e tyre mbi bazën e dashurisë së tij madhruar qoftë. Kemi hyrë në një periudhë të begatë, e cila në fakt njihet ndryshe si periudha e muajve të shenjtë. Po ju do thoni, a ka ardhur haxhi? A jemi në Dhulqa'de? A jemi në Muharrem? Në fakt, ata të tre qëndrojnë së bashku, ndërsa vetmitari i tyre është ky muaj i begat në cilin ne sapo kemi hyrë, muaj i Rexhep, për të cilin dhe 3 pararendësit që i përmenda, Allahu subhanahu wa ta'ala në tërheq vëmendjen në Kur'anin familjartë, duke na thënë se 4 prej 12 muajve të vitit janë të shenjtë. Pastaj vazhdon dhe thotë: "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Mos i bani pa drejtësi vetes tuaj në këtë muaj. Edhe e kam menduar gjatë, dhe jam këtyr librave të tefsirit, por jo vetëm, për të gjetur një sekret të madh, që në të vërtetë çdo ditë, dhe çdo moment, dhe çdo frymë, e çdo muaj, e çdo vit i jetës së muslimanit është ditë, është muaj, është vit i shenjtë.
çdo frymë e muslimanit i cili është ftuar për të ndërtuar të mirën, për ta zhvilluar të mirën, për të ecë përpara në jetë, për ta ruajtur jetën, për ta zhvilluar jetën, për të ndërtuar ura komunikimi me tjetrin, kushdo qoftë tjetri. Është ditë, është frymë, është muaj, është vit i shenjtë. Është jetë e shenjtë. Po vinim nga Shkodra dhe rrugës një prej radiove të Kosovës sonë të shtrenjtë po fliste për shënimet e orientaliste së famshme Zigrid Honke, e cila ka shënuar në mënyrë të mrekullueshme për gjurmët e muslimanëve përgjatë historisë. Edhe ti kënaqesh, edhe mbushesh, edhe po i thoja dhe vëllau tim Hoxhës Lavdrim Hamja se shiko, kjo në fakt është shejtëria e muajve të shenjtë, shejtëria e Islamit, që ja mëkon muslimanit që kudo që të jetë, ai të jetë njeri ndërtues i të mirave, se për ndryshe çfarë kuptimi ka të përmendim sot emrat e sa dietarëve të mëdhenj, shkencëtarëve ndër më të mëdhenj të racës njerëzore, të cilët nëpërmjet Islamit në zemër të Evropës rrezatuan si diell ndriçues për marr gjithësinë, dhe lista e emrave është e madhe dhe unë nuk do t'i cekem asaj. Muaj të shenjtë. Dhe pse muaj të shenjtë? Që Allahu Azza wa Jall na tërheq vëmendjen nëpërmjet Kuranit famëlart për t'u bë gati nëpërmjet një muaji të shenjtë për pritjen e muajit më të mirë të krejt këtyre muajve të vitit. E presim muajin e mallnueshëm të Ramazanit, duke nisur përgatitjen tonë shpirtënore dhe reflektimin tonë drejt asaj që don prej nesh Zoti i gjithësisë, me muajin e begat e të mallnueshëm të Rexhepit, që pasohet nga muaji Shaban, për të cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë është një muaj ndërmjet Rexhepit edhe Ramazanit, në të cilin shumë prej njerëzve janë të hutuar. Do të thotë i ka kaluar muaji Rexhep pa përfitu. Ju vjen muaji Shaban dhe janë të hutuar. Çfarë presim në Ramazan? Çfarë presim në Ramazan? Çfarë presim ne të gjithë së bashku në muajin e mallnueshëm të Ramazanit, nëse nuk përgatitemi për pritjen e tij që në këtë muaj të shenjtë të Rexhepit. Dhe u ndalen në disa shënime jashtëzakonisht të rëndësishme. Fjala bie Imam Nesefiu në tefsirin e tij do thotë se ata janë 3 muaj zinxhir, Dhul Qaade, dhe nuk më kishte shkuar ndër ndonjëherë që emri Dhul Qaade lidhet me origjinën e të ulurit dhe të qëndruarit dhe të distancuarit nga lufta, larg të keqes, larg zullumit. Pastaj vjen Dhul Hijja, muaj në të cilin njerëzit janë të angazhuar me kryerjen e haxhit. Pastaj vjen muaji Muharrem, për të cilin thotë se ai ka marrë këtë emër sepse lufta në këtë muaj është bërë haram. Dhe ti ndalesh pak sa dhe thu, nëpërmjet këtyne muajve të shenjtë, Zoti i gjithësisë kërkon prej meje që unë të ndalem nga lufta. Nga cila luftë? Sepse ne në luftë jemi çdo ditë. Nga çdo luftë e cila prek atë ku Zoti i gjithësisë ka ndaluar dhe nuk e ka leju për asnjënin prej nesh. Dhe njëkohësisht është një ftesë për të ngritur gjithë secili prej nesh për të luftuar mbi të gjitha, nëpërmjet këtyre muajve të shenjtë e në këto muaj të shenjtë me vetveten. Sa ajete kuranore nëpërmjet të cilave Zoti i gjithësisë na fton për të marrë me veten tonë. Po ne gabojmë çdo ditë. Po ne harrojmë çdo ditë. Po ne lam sa adhurime pa i kryer çdo ditë. Ore çfarë po ndodh me ne? Sa që vjen një moment dhe ti e pyet veten tënde, a jam unë musliman? A jemi ne musliman? Sa jemi ne musliman? Nëse i qasemi ajeteve të Kuranit famëlar, vetëm ajeteve të udhëzimit
drejt veçorive të personalitetit të muslimanit. Sa jemi ne musliman? Sa hutohemi ne çdo ditë dhe nuk kujtohemi për t'i kërkuar falje Zotit të gjithësisë. Para disa ditësh ju drejtova njerëzve me një këshill. Një profesor i nderuar i Oxfordit, i cili hyn në një sallë të madhe, i ftuar për të ligjëruar përpara një grupi të rinj musliman në prag të muajit të mallnueshëm të Ramazanit. Edhe ai zotëri i nderuar thot hyra në sallë me të shpejt, i dha selam njerëzve, njerëzit e kthyen selamin, e hapa çantën me të madhe, nxorra një letër dhe lexova në mënyrë të shpejtë, pa i kushtuar vëmendje askujt prej të pranishmëve. Thot i dërguari i Allahut Hazreti Muhamedi alayhi salatu wasalam, dhe lexova 1 a 2 hadithe. Pastaj me të shpejtë letrën time e futa në çantën time, e mbylla atë dhe i thash: "Të nderuar, ju kërkoj ndjes, unë duhet të largohem, sepse në këto momente kam një takim me një person a me një grup personash më të rëndësishëm se sa ju." Dhe zbrita nga vendi ku po flisja dhe dola me të shpejt nga salla. Dhe përfituroni zhgënjimin e madh dhe tronditjen që shkakton ky veprim i ligjëruesit tek salla. Allah, çfarë është për kjo si edhe kështu? Jo, dhe profesor i nderuar. Thot zbrita me një herë poshtë dhe vuna re që nga kati i dytë ku ishte salla, ata kishin dalë në peqere dhe shikonin, nuk i besonin mas yve. Ore, profesori kështu, si u sol me ne, si na neglizhoj, si na lamazdore. Thot dhe me një herë u njëta dhe një herë nalt. Hyrën e sallë dhe thash: "Esselamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh." Thot ata me zil vizën gojen, nuk kthyn ma selam si herën e parë, se unë i kisha ignoru ata, unë gati kisha poshtnu ata. Thot, a jeni mërzit prej mehet? A u mërzitet nga sjellja ime? Unë e bana me qëllim këtë, sepse në fakt unë kam ardhur me fol këtu me ju në prag të Ramazanit për namazin, për vlerën e namazit. Mirë po, nëse ju u fyet nga veprimi im dhe mos për kushtimi im ndaj zotënisë tuaj, një herë të vetme, po sa herë ja bëjmë ne Zotit ton çdo ditë këtë gjë, e sidomos 5 herë në ditë me rastin e namazit, ku gati i themi Zotit ton: "Ja Rab, Allahu Ekber, unë për 2-3 minuta kam, edhe shpejtoj me e kry namazin, me dhanë selam edhe me më dhanë mundësisht selami i dytë tek dera e xhamisë." A jemi ne serioz me Zotin? A jemi ne serioz me Allahun Azza wa Jall? Jo vetëm namaz. Se nuk po them se ndoshta e harrojmë namazin, apo aty thret ezani Allahu Ekber, Allahu Ekber. Do të thonë Allahu Azza wa Jall po thotë: "Robi im, hajde. Ma jep dorën. Unë po të pres." Mësoni më atëherë kur ishim student, salatun silatun. Namazi është lidhje. Hajde, unë po të pres. Po kaq të plotësuam dhe kaq të rahatum jemi sa që nuk kemi nevojë me e zgjat dorën me thënë po erdha. Lebejk Allahumma lebejk, apo këtë lebejken e kemi vetëm për haxh. Në fakt lebejken e kemi sistem jetet. Siç muajt e shenjt i kemi sistem jete. Siç angazhimin për të pritë Ramazanin, pra mirësitë e mëdha të Allahut ndaj nesh, e kemi sistem jete. Siç angazhimin me çdo detaj për mirësive të muajit të mallnueshëm të Ramazanit, e kemi sistem jete. Të dashtun dhe të shtrenjtë. Po lexoja shënimet e Imam Ibn Juzej El-Ghirnati. Ky është prej mufesirëve të Evropës, të Andaluzisë muslimane. Thot: "Fala tadlimu fihinna anfusakum", mos i bani pa drejtësi, mos i bani zullum vetvetes në këtë muaj. Thot pa drejtësia që lidhet me këtë për emër, për çfarë bën fjalë? Thot kthehet tek 4 muajt e shenjtë, për madhështinë e tyre dhe për rëndesen e gjunahut në to. Ndonse zullumi në vetvete është ndaluar edhe jashtë këtyre muajve. Madje kanë thënë se për emri kthehet tek krejt 12 muajt e vitit, pra në krejt kohën. Që do të thotë se unë si musliman jam një njeri larg zullumeve.
A jemi ne shoqëri larg zullumeve? Edhe po të marrim dhe të flasim për zullumin, një Zot e din se ku dhe si mund të përfundojmë. Por hajdeni të marrim një kthes të fortë tek kjo pikë e përzbrit pastaj shpejt e shpejt tek muaji i mallnueshëm i Ramazanit dhe për të përfunduar ligjëratën e kësaj mramje. Një kthes shumë e rëndësishme në një hadith shumë të rëndësishëm, në një fjalim më të rëndësishëm e fjalimeve të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam në haxhin e lamtumirës. Ka një moment kur, siç e shënon Ibn Kathiri duke u referuar Imam Buhariut, Imam Muslimit, Imam Ahmedit, por jo vetëm, që pejgamberi alayhi salatu wasalam pasi i tregoi sahabëve për 4 muajt e shenjtë, u ndal tek thelbi i kësaj çështje dhe tha: gjaku juaj, pasuritë tuaja dhe nderi juaj janë haram ndër ju, si shejtëria e kësaj dite, në këtë muaj, në këtë vend. Kujdes, gjaku juaj, pasunia juaj, nderi juaj, që do të thotë se muslimani është njeri i përkushtuar për ta dashur, për ta respektuar dhe për ta konsideruar nerin e vëllas së tij dhe motrës së tij muslimane si neri i tij. Gjakun e tij si gjakun e tij, pasunin e tij si pasunin e tij. Por pejgamberi nuk ka përfunduar akoma. Ka një fjalë shumë të rëndësishme. Thotë: "Wasatalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum." Ju do të takoheni nesër me Zotin tuaj. Mos mendoni se meseleja mbyllet me fjalën time. Ju do të takoheni nesër me Zotin tuaj dhe do t'ju pyes për veprat tuaja. Ela la tarji'u ba'di dullala. Si thosh, aman ju lutem, mos u ktheni pas meje në devijim. Pra mos e humni toshën e udhëzimit. Mos devijoni nga kjo thirrje e shenjtë dhe nga këto mësime udhëzuese, por majini besën e Allahut dhe besën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe edhe pasi unë të jem largu nga kjo botë, ruajeni dhe trashëgojeni besën time, që të keni bekimet e Allahut azza wa jall, dhe dëshmoheni si njerëz të udhëzimit. Mos u ktheni pas mejet. Ela, dhe më thënë, ju lutem, aman mos u ktheni pas mejet në devijim. Allah. Imagjino pejgamberi alayhi salatu wasalam duke ja bërë këtë rregja të shtrejtë kujt sahabëve të tij, më të mirëve të njerëzimit, e nëpërmjet tyre të gjithëve ne, sepse thotë: dhe gjithë secili prej jush t'ia përcjell këtë fjalë atyre që munguan sot në mesin tonë. Edhe ne. A jeni gati? Dhe a jemi gati që në këtë muaj të shenjtë e në këtë atmosferë të këtyre muajve të begatë, me ri për të ri një beslidhje me pejgamberin ton alayhi salatu wasalam, si për të thënë: ja Rob, unë kërkoj falje për çdo gjë që ka qenë prej meje nga ky moment edhe në të kaluarën time. Stop. Unë do shkoj pas thirrjes së pejgamberit tim alayhi salatu wasalam. Unë du me ardhë mas dritës tane, ja Allah, sepse unë e di se në momentin që njeriu kthehet, ma gjunahçari i botës, në momentin që kthehet tek Zoti i tij, Allahu azza wa jall i thot: lebejka abdi, urnosi urnon robi im, ti veç hajde, sepse mëshira ime ka mi zotru dhe ka përfshin çdo gjë. Ka mi zotru mi çdo gjë dhe ka përfshin çdo gjë. Prandaj eja, ti vetëm eja. Dhe ajo dorë që të zgjatet çdo ditë nëpërmjet thirrjes së minareve, Allahu Ekber, Allahu Ekber, por jo vetëm. Është një thirrje nga Zoti i gjithësisë, si për të thënë: dera ime nuk të mbyllet ty asnjëherë. Prandaj e jeni ta shfrytëzojmë këtë kohë. E mos ta humbim këtë kohë. E të bahemi mbrojtës të qytetërimit të vlerave tona nëpërmjet respektimit të shenjtërisë së kësaj kohe dhe shenjtërisë së marrëdhënies së gjithë secilit prej nesh me Allahun azza wa jall. Të dashtun dhe të shtrenjtë. Mendoni për pak. Fjalia kryesore e muajve të shenjtë, e fjalia kryesore e Ramazanit, cila është distancimi nga zullumet. A nuk është një ftesë nga Zoti i gjithësisë e nga pejgamberi alayhi salatu wasalam që me umvesh gjithë secili prej nesh me cilësitë e Zotit, me u bë gjithë secili prej nesh për herë e ma i pastër në realitetet e tija, në komunikimin e tij të përditshëm,
në familjen e tij, në shkollën e tij, në tregtinë e tij, në mesin e njerëzve, me muslimanët, me jo muslimanët, me çdo krijesë prej krijesave të Allahut. Allahu Azza wa Jalla, i cili na përmend në një prej haditheve kudësie më të mrekullueshme, thotë: "Ja ibadi, o robët e mi, inni harramtu dhulma ala nafsi." Unë ja kam ndalu vetes time zullumin, nuk bëj zullum. Wa ma yadhlimu rabbuka ahada. Zoti jot nuk i bën pa drejtësi dikujt. Mirë, po kujdes, Allahu Azza wa Jalla don që ne të lartësohemi drejt kësaj cilësie të madhe, mungesës, largimit, distancimit nga zullumi. Thotë kam ba zullumin të ndaluar edhe në mesin tuaj. Prandaj mos i bani pa drejtësi njëri tjetrit. Mos i hynin hak njëri tjetrit. Na thonin edukatorët tanë në Damask që në momentin kur nefsi jot të merr përdore drejt një zullumi, mendo sikur ky të jetë momenti jot i fundit të jetës. A ke fytyrë ti me dal përpara Zotit tënd zullumqar? Pra duke qenë ti zullumqar, ndërkohë që Allahu Azza wa Jall të thotë unë nuk jam zullumqar, dhe unë të them mos u ban zullumqar, dhe ti po më vjen zullumqar. Allah, është një moment për të reflektuar, për të kuptuar gjithkush që jeton me ne, dhe për të kuptuar gjithkush që është me ne, dhe për rreth nesh, se zullumi është një land që nuk ekziston në jetën tonë. Edhe nëse dikush prej nesh e ka shkel këtë kufi të kuq, në të vërtet ka ba një gjunah të madh, për të cilin ai lypset të kërkoj falje dhe të kthehet, sepse shoqëria islame dhe qytetërimi islam është i zhveshur nga ideja e zullumit. Nuk ka zullum tek ne. Të dashtun dhe të shtrejtë, Allahu subhanahu wa ta'ala na drejtohet nëpërmjet këtij ajeti kuranor që përmenda, dhe na fton që të lartësohemi për të përsosur adhurimet ndërvepruese në jetën tonë të përditshme. Çfarë janë këto adhurimet ndërvepruese? Turpi, shia, muza, pastërtia, sinqeriteti, edukata, mirësjellja, mendimi i mirë për tjetrin, ndershmëria, fjala e mirë, marrja leje për të hyrë në shtëpi, në dhomë, në biseda, shia dhe namuzi në marrëdhëniet bashkëshortore, ecja në rrugë, deri nisja makinës, zëri në komunikim me tjetrin, largimi i të keqës nga rruga, mirësjellja në komunikim me komshiun, vizita e të sumurit, besnikëria, të qenurit pajtimtar në mesin e njerëzve. Do t'ju thu, po që janë këto? Këto janë një pjesë shumë e rëndësishme e përditshmërisë së jetës sonë, e dëshmimit të muslimanëve si shoqëri vlerash, se përndryshe çfarë kuptimi do të kishte pretendimi jonë se jemi musliman. Dhe mi të gjitha, dhe për të përfunduar mesazhin edhe ligjëratën e kësaj mramje, është shumë e rëndësishme që të respektojmë lirinë tonë që Zoti na e ka dhënë, për ta dëshmuar atë që Zoti kërkon prej nesh nëpërmjet çdo mënyre legjitime që na është mundësuar në jetën tonë të përditshme. Me jetu i lirë si musliman, do të thotë me rujt dinjitetin tanë, dhe mos me leju që për rreth qafës tande të ketë shenja të dikujt që të tërheq, edhe pse mund të jap, dhe mund të jesh më i pasuni i botës, sepse në fakt çdo pasuni dhe çdo dobi që të vjen duke qenë i lidhur për fyti pas dikujt a diçkaje, në fakt është poshtnim. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala don prej nesh që në muajt e shenjtë, e nëpërmjet tyre, e në muajin e mallnueshëm të Ramazanit, e nëpërmjet tij, me u çliru nga vargojt e skllavrimeve të shumta që mund të ketë gjithë secili prej nesh në jetën e tij të përditshme. Dhe me u bë rob i një Zoti, i një Zoti të vetëm, i Allahut Azza wa Jall, për të cilin themi çdo ditë la ilaha illallah. Mirë po, a e kuptojmë ne la ilaha illallah dhe peshen e kësaj fjale të madhe? Për këtë
na vjen muji i mallnueshëm i Ramazanit për të na formatu dhe për të na marrë drejt një hapësire kohore ku çdo vepër je i ftuar ta mbikëqyrësh veten tane në ecjen tane, në shikimet tuaja, në atë çfarë dëgjon, në mënyrën se si komunikon, në mënyrën se si ngrihesh duke prish krejt programet tuaja të krejt vitit për hatrin e Zotit tënd, në mënyrën se si ulesh për të bërë iftar, në mënyrën se si ke dëshirë me bë mirë dhe mi të gjitha në mënyrën se si i qasesh Kur'anit, fjalës së Allahut azza wa jall. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikri. Allahu azza wa jall thot, ne e kemi lehtësu Kur'anin për ta kuptuar dhe për ta mësuar. Mirë, po ku janë ata që duan të kuptojnë dhe duan të mësojnë të thellohen në atë çfarë Allah azza wa jall kërkon të donë prej nesh? A lexojmë në Kur'an një burr, dhe me këtë e përfundoj ligjëratën e kësaj mramje. Dikun në Bagdad doli dhe thirrri më të madhe. Kush më shet një Kur'an? Kush më shet një Kur'an? E blej një Kur'an për, po them një shifër, për 100 euro. Ma jepni një Kur'an për 100 euro. Thotë dikush hapi derën, tha, zotri, Kur'an po, merre Kur'anin. E bleu Kur'anin, i dha 100 euro, po them një shumë. Ma shitni një Kur'an, kush ka me shit Kur'an, bërtiste më të madhe. Delte një, dikush, pasi e shiti Kur'anin e ti, i tha këtyre shokëve të ti, i tha, ore, ç'a bën ky me tan këto Kur'ana? Ku i çon këto Kur'ana? Ata ndjekim pak sa dhe të shohim se çfarë vepron me mallin tonë që sapo e shitëm, dhe ju vun mrapa atij zotnis. Ai shkoi tek xhamia më e afërt, trokit në derën e saj, hyri mrend dhe i vendosi krejt ato Kur'ane në ato sergjit apo në ato raftet e xhamis. Dhe u largu, doli. Tek dera e pritën ata që i kishin shit mallin. I thanë, zotri, ti e bleve Kur'anin prej nesh, bleve Kur'anet tona. I tha, po pse e bane një gjatë të tillë? Sa thira me të madhe, a ka dikush me shit Kur'an? Ju po të ishit të lidhur mos Kur'anit, nuk e shitni dot Kur'anin. Kur'ani nuk është për të shit. Mirë po, unë vura re se Kur'anet tuja ishin ose të pluhurosura, ose të pashpletume, gati flet të njëtona, dhe kjo tregon se ju nuk i keni dhënë rëndësi Kur'anit, dhe erdha shumë i mërzitun, dhe e lash Kur'anin në shtëpinë e Allahut, fjalën e Allahut në shtëpinë e Allahut. E nëse ju jeni të sinqert me Zotin tuaj e me Kur'anin tuaj, ato pare ju qofshin halal, por mos e leni Kur'anin jetim. Mos e leni Kur'anin jetim. E muji i mallnueshëm i Ramazanit të dashur dhe të shtrenjtë, motra dhe vëllezër, është ai muj për cilin Allah azza wa jalla thotë shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. E ka zbrit Zotin këtë muj. A do të përkushtohemi para atij muaji me Kur'anin për të bë lidhja e jon me Kur'anin familart e pandashme, apo do të presim që dikush me ardhe me thanë, kush ka me shit një Kur'an për kaq euro? Kush ka me shit një sejade namazi për kaq euro? Kush ka me shit një palë të spi për kaq euro? E kush ka me shit ujin e fytyrës edhe dinjitetin e tij për kaq euro? I lutemi Allahut azza wa jall me na rujt ujin e fytyrës, dinjitetin tonë, me na bë për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën, e me na udhëzu drejt çdo vepre për cilën Allah azza wa jall është razi për ne, e me të cilën mund të dalim faqebardh nesër në ditën e gjykimit para durve të tij azza wa jall. I lutem Allahut të madhruar, Allahumma, të lutemi ty në këtë orë të begatë, në mesin e këtyre njerëzve të përkushtuar ndaj dashnisë tane. Të lutem me zemër, ruaje besimin në zemrat e fëmijëve tanë, në zemrat e rinisë tonë. Allahume, drita e besimit mos të shuhet asnjëherë në mesin e këtyre njerëzve bujarë. Allahume, dora e mëshirës tane mos largohet asnjëherë nga kjo tokë dhe nga ky vend, e nga shtëpitë tona, e shoqënia e jonë. E siç baballarët tanë e ruajtën besën tanë, ja Allah. E siç baballarët tanë e katragjyshit tanë e ruajtën besën e Hazreti Pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ban që edhe ne, e fëmijët tanë, e fëmijët e kësaj treve, e ata që vinë pas tyre deri në ditën e gjykimit,
mos ta humbin asnjëherë besën e Zotit, e besën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e qëndrojnë besnik për të jetuar me dinjitet, e me faqe të bardhë, me krenari, ndërtues vlerash, mbrojtës vlerash, ndërtues qytetërimesh e mbrojtës qytetërimesh, që përkunden me ninullat e nanave, me abdes e syt plot lot nga leximi i Kur'anit, që luten për fëmijët, që të bëhen hafizat e Kur'anit, e imam të xhamive, e doktor, e inxhinier, e psikolog, e njerëz të mëdhenj. Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju dashur ju bekatoft. Ishte ndër dhe kënaqësi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Shumë faleminderit.